Gjykata e Tiranës ka vendosur në sekuestër shoqërinë Empire Investment Solution, e lidhur me biznesmenin Elisabeta Dosti, e dyshuar si e përfshirë në një skemë pastrimi parash me vlerë 1 milion euro. Sipërmarrësja Dosti u vendos në arrest në shtëpi në fund të nëntorit 2025, pasi prokuroria e Tiranës dyshon se ajo ka konsumuar veprën e pastrimit të produkteve të veprës penale përmes një serie transaksionesh me kompanitë e saj. Ajo u lirua në fund të dhjetorit 2025, duke paguar një garanci pasurore, ndërsa hetimet vijojnë. Në qendër të skemës është shoqëria Empire Investment Solution, e themeluar nga Dosti dhe më pas e kaluar në pronësi të vajzës së saj, Romina Dosti. Pas vendimit për masën e sigurisë ndaj SE-s, Romina Dosti ka ndërmarrë veprime për tjetërsimin e aksioneve. Ajo i ka transferuar aksionet tek një kompani amerikane, e cila rezulton të jetë në pronësi të saj. Ky veprim është vlerësuar i dyshimt nga prokuroria e Tiranës, e cila kërkoi në gjykatë vendosin e sekuestrës preventive. Gjykata e Tiranës e ka pranuar kërkesën, duke vendosur sekuestro mbi kuota dhe pasuritë e shoqërisë. Hetimi nisi pas denoncimeve nga aksionerë në një ish ndërmarrje publike, ku Elisabeta Dosti ishte aksionere kryesore. Sipas prokurorisë, ajo dyshohet se ka ndërtuar një skenë për transferimin e aseteve tek një kompani tjetër private, në pronësi të saj dhe më pas të vajzës. Nëpërmjet kontratave të qeras, shitjes dhe sipërmarrjes, ajo dyshohet se ka përfituar të ardhura të konsiderueshme, duke shmangur aksionerë të tjerë. Në dosjen hetimore përmendet edhe një kontratë shitjeje me vlerë 1 milion euro. Kompania blerëse rezulton e lidhur me biznesmenin Klodian Allajbeu.